الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على خير خلق الله محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف أربعة من كنز الجنة إخفاء الصدقة وكتمان المصيبة وصلة الرحم وقول لا حول ولا قوة إلا بالله صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال Shumë të nderuar vëllezër musliman, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, begati dhe gjitha mirësitë Allahu dhul xhelal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdërime çdo men që i takojnë vetëm Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu i cili krijoi dhe mban dhe kujdeset për gjithçka. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, të cilin e madhërojnë çka ka në qiell dhe në tokë. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, të cilin e kemi nder dhe respekt që atij i bëjmë sejdë. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, ekzistencën dhe fuqinë e të cilit e argumentojnë edhe e dëshmojnë çdo krijesë dhe çdo fenomen natyror që e shohim me syrin tonë biologjik dhe që nuk e shohim. Salavatet dhe selamet i dashur vëlla musliman në këtë ditë të bukur të xumas, bashkarisht ja çojmë dhe ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme, mbi ashabët, mbi tabiinët, mbi etbaj tabiinët, edhe mbi gjithë ata që ndjekën, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër musliman, sot ndoshta kategorikisht do të kalojmë në një temë tjetër, në një temë e cila ndoshta nuk do të ketë shumë të bëjë me tema tjera, apo me mrekullitë e Kuranit, apo me ato çështje të cilat ne u munduam dy javët e kaluara, sidomos të vërtetojmë, jo ne nuk jemi askush të vërtetojmë vërtetësinë e Kuranit, sepse vetë Kurani vetveten e vërteton. Vetë Kurani vetveten e vërteton. Vetë të dhënat shkencore dhe kuranore tregojnë se Kurani është fjala Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Jo rastësisht Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu